Futbolli shqiptar ka marrë një tjetër vlerësim të rëndësishëm në arenën ndërkombëtare, sipas renditjes së publikuar nga Opta, një prej kompanive më prestigjioze në botë për analizën dhe statistikat sportive. Kategoria superiore renditet në vendin e 64 në nivel global, bazuar në sistemin Opta Power Rankings, i cili analizon nivelin konkurrues të mira skuadrave dhe kampionateve në të gjithë botën. Ky klasifikim vjen si një tregues i përmirësimit të vazhdueshëm të futbollit shqiptar, i cili vitet e fundit ka shënuar progresi në aspektin e organizimit të kampionatit, ashtu dhe në paraqitjet e klubeve në kompeticionet europiane. Investimet në infrastrukturë, rritja e cilësisë së skuadrave dhe afrimi i futbollistëve me eksperiencë kanë ndikuar në ngritjen e standardit të garës. Renditja Optas ndërtohet përmes një algoritmi që përditësohet vazhdimisht, duke marrë në konsiderat rezultatet e ndeshjeve, forcën e kundërshtarëve dhe ecurinë e skuadrave në të gjitha garat. Në këtë mënyrë krijohet një panoramë sa më reale nivelit të çdo kampionati dhe klubi në botë. Pozicionimi në vendin e 64 është një sinjal pozitiv për futbollin shqiptar, i cili synon të fitojë edhe më shumë reputacion në arenën ndërkombëtare. Një renditje e tillë rrit besueshmërinë e kampionatit, tërheq më shumë vëmendje nga skautët, investitorët dhe futbollistët e huaj, ndërsa jep më shumë peshë edhe garës së brendshme. Megjithatë, sfidat mbeten të shumta. Për të vijuar ngjitje në këtë klasifikim, klubet shqiptare duhet të jenë sa më konkurruese në Kupat e Europës, të investojnë në akademitë të rinjve dhe të ruajnë vazhdimsinë e rezultateve në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Renditja Optas konfirmon se futbolli shqiptar po fiton gradualisht terren në hartën botërore të futbollit dhe se kategoria superiore po konsiderohet gjithnjë më shumë një kampionat në zhvillim, me potencial për të ngjitur edhe më lart në vitet e ardhshme.